ndoshta për shumë kënd si kartë e fundit duke propozuar për kryeministër, pra mandatar, Glauq Konjusën. Në vendin e tij tha ai, do shkoj unë pra ministër i jashtëm duke shkëmbyer vendet. Kjo është ndoshta shansi i fundit për të pasur një qeveri të lëvizjes vetvendosje. Por nëse do pranohet apo jo nga partitë opozitare apo zgjidhja e fundit janë zgjedhjet e parakohshme, për këtë pra paskenat dhe të tjera do të flasim me zotin Selatinet Koceri, profesor mjaft i njohur i ekonomisë dhe i politikës. Profesor, përshëndetje dhe të falenderoj shumë. Përshëndetje, zoti Bollo. Ju e keni paralajmëruar, madje e keni sugjeruar 4 apo 5 ditë përpara Albin Kurtit që të bënte këtë lëvizje, edhe duket sikur ju ka dëgjuar për Glauqun, apo ishte karta e fundit që ai do luante? Duke qenë shumë i pakënaqur me kabinetin që para disa ditësh apo më 26 tetor e shpolli zoti Albin Kurti, unë me qëllim desha që të bëj një farë shkrimi metaforik ma tepër, por të tërhequr vëmendjen edhe zotit Kurti, po edhe të tjerëve se nuk dohet të luajtur me emra të një kabineti më të rëndësishëm për shtetin që është sigurisht qeveria Kosovës. Duke por aty se ka elemente shumë të papërshtatshëm në ekipin e propozuar prej 20 e ca njerëzish, përveç përjashto 2-3 emra, apo më mirë me thonë, vetëm Glauqu ishte njëri prej atyre që i plotëson të kriteret për ta ushtruar pozitën e zëvendës kryeministrit edhe ministrit të punëve të jashtme, unë me qëllim deshta ta sfidoj kështu metaforikisht Albinin për t'i treguar se Kosova tani më nuk është në vitet e 45 kur ne u çliruam lufta nacional çlirimtare si quaj atëherë, lufta partizane dhe fituam gjaja një liri dhe vërtet në atë kohë Fatil Hoxha i cili ishte në pushtet nuk kishte kuadro për ta ndërtuar çfarë do të qoftë ekzekutivi, edhe ai kishte thënë që jam në mungesë të madhe, por Albinin në shekullin 21, në vitin çerekun e parë të këtij shekulli, mos jetë në gjendje kur Kosova ka me mira njerëz të aftë, të denjë, me titull shkencor, unë e sfidova vetëm me fshatin tim të lindjes, që është një fshat me 1000 banor, që ja propozova komplet kabinetin me doktora shkencës edhe atë shumë kompetitiv, edhe secili i përshtatshëm në lemin apo në dikasterin qeveritar. Tani po dalim në pyetjen e juaj, unë në një farë mënyrë e kam prit. Kam dëshiruar që edhe hiç pa dal Albini për emrin e vet për kryeministër, me njëherë ta propozoj zotin Glauq Konjufca, sepse Glauqu është një person më i përshtatshëm, është më komunikativ, nuk është fyes, komunikon mirë me gjithë opozitorët. Në çdo bisedë që ne kemi bërë është një figurë që gjen konsensus. Është person konsensual, andaj unë e kam menduar jo vetëm për shkak të afërsisë që e kam, por për shkak se Glauqu e meriton një pozitë të tillë. Megjithatë, më mirë vonë se kurrë, ne themi në Kosovë, andaj u bë mirë, edhe pse unë dyshoj shumë që do të realizohet një skenar i tillë, sepse paraprakisht nuk është punuar me partitë opozitare apo me partitë 2, 3, 4, të cilat tani më janë shumë të përqara. Profesor, më lejoni t'ju ndërpres, PDK-ja dhe PDK-ja paraprakisht janë shprehur disa minuta më parë kundër kësaj lëvizje, por për kryetar kuvendi Glauqun, pra zoti Konjufca, ishte e pranuan, në mos gaboj atëherë ishte edhe AK-ja, Ramush Haradinaj, që të keni Glauqun, tha vendosin atë dhe votat tona i keni.
Po në këtë rast, nuk mendoni që do gjej konsensus edhe të vogël sa për të arritur 61-shin? Është pak vonë sepse zoti Fatmir Limaj është shumë i nervozuar, është shumë i sfiduar edhe shumë i fyer në kohëve të fundit, edhe këta tani më kanë humbur edhe Fatmir Limajin. Edhe pse taktizimi apo forma që u propozua në mbledhjen e parë të propozimit qeverisë nga Kurti, Basha ishte tërhekur dhe ishte propozuar ministri i infrastrukturës atje, sigurisht për t'ja lejuar, për t'ja lënë vendin hapur zotit Limaj, por tani më matematikat kanë ndryshuar, edhe është pak vonë. Dhe mendoj që Fatmir Limaj më nuk do të pranoj të votoj çfarë do të qoftë ajo qeveri, sepse edhe më duket mua, apo është vetëm një lloj prognoze, parashikimi i imi pa pasur këto informata shumë të sigurta se Fatmir Limaj veç ka fillu negociatat për të u futur në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës për zgjedhjet e ardhshme të parakohshme. Kështu që në këtë rast Albini vështirë në vërtet Glaukut që do ta kaloj shifrën 56, sepse tani më edhe Duda Bale nga komuniteti Goran, edhe zoti Berisha, edhe vota tyre është e pasigurt, por po të isha unë në vendin e opozitës, ndoshta do të kishte qenë mirë që LDK-ja, qoftë PDK-ja, siç veprua në rastin e zotit Basha, edhe ti nënkryetarit serb që votoi LDK-ja, derisa Bashën e votoi PDK-ja, kishte me qenë mirë që një numër 5-6 sa të nevojitën Glaukut për kryeministër ta votojnë. Se a do ta votojnë, ata si duket, edhe unë lexova dikun poshtë, që ata nuk janë për këtë propozim, por megjithatë ende shihet diçka në fund tunelit për shkak sepse ky moment, qoftë nëntor, fundi nëntor, qoftë dhjetori, nuk i konvenon as partisë 2 të 3 për zgjedhje, kështu që ka mundësi, sepse ata edhe po e votuan këtë qeveri kur të duan e erxojnë pastaj, kështu që ka mundësi deri në zgjedhjet e ardhshme të merren vesh në shpejtësi deri nesër kur e kanë afatin apo kur do të caktohet mbledhja e kuvendit pas 10 ditësh. Në atë rast ja japin votën zotit Glauko Njufca edhe të kaloj një qeveri e përkohshme, jam i bindur jo ma gjatë që 2-3 muaj. Vetëm sa ta kaloj këtë krizë. Këtë them nga vetja, pa pasur informata tjera, por ashtu si është vepru, te bolla, te Basha. Po mundet profesor, si që ishte në rastin e Dimal Bashës, në mos gaboj ka qenë nga LDK-ja Gashi, nuk po më vjen emri, që tha shiko, tha mua ma kërkoj tha votën personale Dimal Basha, edhe tha unë do ta votoj tha, pra për te i vjes partisë. Në këtë rast, mund të ketë individ deputet që për te i vjes partisë ta votojnë Glaukun? Shpresoj shumë që do të ndodhë, edhe sidomos nëse këta arrin, po këta e keqe vetvendose sot që nuk po bisedon me njerëz, nuk po bisedon me parti politike. Atë duhet të thirrë edhe një herë zotin Limaj. Edhe me bisedu, vërtet janë shumë vendin për kryeparlamentar. Edhe ta zgjedhë me 61 vota, edhe me Vetonin, edhe me Duda Balën, besoj që nuk janë ato 2 pozitat pa të i kalushme, edhe kështu të kaloj vetëm me votat të njerëzve që e pranojnë, të partive që e pranojnë koalicionin. Ndërsa kjo tjetra, kjo dihet që edhe nëse votohet kjo do të jetë shumë e përkohshme për 3-4 muaj për të kaluar këto procese të vështira, por
se nuk ka marrëveshje me LDK-n dhe me PDK-n, unë jam shumë i sigurt, s'poku deri sot nuk ka asnjë kontakt, sepse nuk e ka ditë askush që do të propozohet. Bile ka pas informata se edhe njëherë do të provoj zoti Kurti edhe njëherë me dalë me mandat pro mbrëm zonja Albulena Haxhiu tha që do të ketë qeveri Kurti 3, por me gjas, kur e kanë konsultu ligjin, kushtetutën, e kanë pasë se nuk ka të drejt, edhe janë tërhekur, kanë shkuar në një emër për të cilin shpresojnë edhe shpresën edhe populli se duhet kaloj. Duhet kaloj. A ka shanse që të kalonte me siguri të plot emri i Glaukut kryeministër, nëse Kurti vetë nuk do ishte në kabinet? Ajo do të ishte shumë më e lehtë, sikur mos ndryshin pozitat në këtë rast, sepse megjithatë kur Zavens kryeministër është Albin Kurti, opozita nuk beson se do të jetë edhe kryeministër vetëm letër, edhe formal do të jetë konjufsa në pozitën e kryeministrit. Kurti është dashur të parë të tërësi jashtë qeverisë, edhe mbetet pozitën e deputetit, edhe do ta përmirësonte pak imazhin e keq që e ka krijuar si uzurpator i qeverisë, edhe do të përbihej pak më lehtë. Por dyshimi tjetër është që edhe nëse kalon, kjo përbërje e qeverisë do të jetë e dyshimt, edhe gjykata kushtetuese do të anulojë vendimet, veç ka do të prolongohet dhe do të shtyhet për një afat, sepse nëse dikush ankohet, sepse 8 muaj sa ministra i kem, ushtrues detyre, atje kryes detyre, njëkohësisht deputet, ata vota tyre është e pavlefshme, dhe në momentin që ti merr votat qeveria e Glaukut Konjufsës, nga i moment do të shkoj lënda në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese do ta shpall null vendimin për formimin e qeverisë, sepse 7 vota që janë njëkohësisht ministra edhe deputet absolut nuk kanë drejt të imbojnë 2 karriga në të njëjtën kohë. Atje të propozoj veten për kryeministër ose për Zavens kryeministër, këtu vjen të votoj, nuk ka asnjë logjik, edhe kjo është krejt jashtë kushtetuese, jashtë ligjit të kuvendit edhe jashtë ligjit qeverisë, andaj themi që edhe nëse ka lënë pas një kohë të shkurtër do të shpallet zero kë vendim, sepse nuk ka lënë, sepse është veç Albin Kurti për 8 muaj e më tepër është në shkelje bashkëdueshme të kushtetutës, duke shkelur 50 herë më tepër kushtetutën, andaj krejt këto shtyrje, krejt këto janë lojra politike për të afruar sa më afër janarit të periudhës kur Evropa perëndimore të bashkëvendasit tonë, të cilët jetojnë perëndim, të jenë mundësi edhe njëherë të votojnë edhe të vinë në Kosovë, edhe njëherë t'ja japin një mandat, por unë me bindje të plot them që Albini më nuk do ta ketë fuqinë që e kishte deri sot. Uroj që të shkojmë sa më parë në zgjedhjet parakoshme, edhe në ato zgjedhjet parakoshme ta kemi një numër më të vogël se 40 deputet të lëvizjes së vendosjes, dhe vetëm kjo e shpëton Kosovën. Përndryshe asgjë tjetër, as me qeverinë e Glaukut, as me një qeveri të vetëvendosjes, Kosova nuk mund të ecë përpara. Po, fakti që Kurti po i bën to manovra pak ditë para balotazhit të zgjedhjeve për raundin e 2 të komunave, mendoni që do të ndikojë te perceptimi popullor qytetar që është opozita që po e bllokon? Opozita nuk është duke ditë ta luajë lojën, opozita është vërtet në këto momente shumë e dopt politikisht, edhe me vendimet që po i merr Kurti tash për rritje të pensioneve, rritje të subvencionit për nëna Lehona, për fëmijët, për pensionistët, të gjitha këto janë vetëm lojra politike, se s'ka asnjë shans të kalojnë. Edhe opozita po frikohet se pastaj do të edhe po hesht nuk po reagon. Derisa qëllimi është që të ndikohet edhe në
zgjedhjet për balotazh, por megjithatë mendoj që vetëvendosja do të ketë shansa ta fitoj Gjilanin edhe një herë, edhe eventualisht 2 komuna tjera, por në shumicë LDK-ja edhe PDK-ja do t'i fitojnë komunat. Sepse vota e vetëvendosjes në zgjedhjet lokale që ishte para 3 javësh, ajo votë pak do të jetë në gjendje të ndryshoj. Dhe gjithkon aty ku i kemi të parët, ata do ta kenë mundësinë shumë më të madhe për ta fituar balotazhin. Unë kam një përvojë shumë nga viti 2013, kur ne kemi pas një subjekt në nivel komunal, një subjekt me 6.000 vota, kemi lidhë koalicion me partin, me njërën prej partive, i kemi ndihmu, por 6.000 vota tona janë ndësh. 3.000 vota kanë shku për kandidatin që ne si subjekte kemi propozu, por 3.000 vota ose nuk kanë dalë fare, ose e kanë votu kandidatin tjetër. Kështu që ata që arrin ta bëjnë koalicionin me subjektin e tretë, e ai subjekti i tretë ka vota, spaku dyfishin, e asaj që i nevojiten kandidatit parë, atëherë del fitues kandidati parë. Për shembull, është shumë në pikë kritike Mitrovica. Po atë do ju pyesja. Është në pikë kritike Prishtina. Prizreni fiton zoti Tutaj. Pa asnjë problem, le të bëhet ai Zafer Berisha, le të bëjnë koalicion si të donë. Edhe pas një koalicion heq, zoti Tutaj e fiton. Mitrovic, ai djali i ri, Arjan Tahiri, është jashtëzakonisht i përgatitur mirë. Këta deshen t'ja bëjnë një shantazh dje, partjen duket me lëshimin e pendes ujit për t'ja etiketuar zotit Arjan Tahiri, gjithsesht Bedri Hamzës, i cili më herët e kishte paralajmëruar se aty ku ka fillu të ndërtohet një urë shëtitore për kombësorët nuk është vendi përshtatshëm, por për fat mirë doli kryeshefi ekzekutiv i Bërlepencit edhe pranoi se ata e kanë lëshuar me qëllim ujin Gjoja për shkak të burimeve të mëdha edhe për shkak të rritjes lartësisë të pendes, edhe u demantua. Por përkundër kësaj, edhe pse e pranoi kryeshefi ekzekutiv që është militant i lëvizjes vetëvendosje bashkë me komplet bordin e asoj kompanije, megjithatë përsëri vetëvendosja provuan që t'ja përshkruajnë Arjan Tahirit, një djalë i mirë i përgatitur me kulturë të lartë demokratike dhe bazuar në gjitha rrethonat, në gjitha sondazhet të cilat vinë del, edhe pse vetëvendosja me krejt aparaturën e vetë është e koncentruar në Mitrovic, Gjoja për të treguar se ata kanë punu shumë Mitrovicën e Veriut për ta sjell sovranitetin dhe integritetin e asoj pjese, del e kundërta se atë vërtet nuk është arritur asgjë diçka që duhet. Ata e mosin apo dalin me pikë kafe ose apo shkojnë mu la në Ujman. Me bonët në Ujman, këto dyja dhe asnjë sukses tjetër s'kan. Andaj Mitrovic, përkundër rezultatin ngusht, përkundër asaj që 100 pikë udhëheq, 100 apo më pak udhëheq zoti Peci, aty do të fitoj Arjan Tahiri, sepse ai djalë i ri është vërtet i përgatitur edhe për bën fushatën në mënyrën më të mirë të mrekullueshme, edhe si i ka hije demokracisë edhe si i ka hije secilit individ. Aty është ngar Bedri Hamza si ish kandidat për kryeministër me zotin Kurti si mandatar i qeverisë këtë mandat. Aty nëse humb Albini në Mitrovic, edhe jam i bindur që do të humb, ai do ta merr këtë një humbje të jashtëzakonshme, sepse vetëm në pikë ku ky mund të krenohet se ka punu diçka e llogarit Mitrovicën, edhe aty po të humb, për atë arsye ata po flajnë.
lëvizja vetëvendose kanë po flajnë natë e det janë në Mitrovic për ta mundur Arjan Tahirin gjë që nuk doja dalin. Derisa komuna tjera një pjesë madhe do ta fitoj Aleonca atje Dugaxhinin, P2K-ja do ta merr Mitrovicën edhe Prizrenin, Prishtina duhet me marrë për parim Roma gjitha sondazhet edhe gjithë çka tregon aty edhe në heshtje për momentin ende i pashpallur do ta përkra edhe Urani Smajli, e merr LDK-ja, Gjilani nëse mobilizohet opozita komplet edhe i ndihmojnë kandidatit LDK-s, ka mundësi ta sfidoj, por thuaj se e ka të sigurt. Thuaj se e ka të sigurt sepse aty pak vota edhe është një djalë i ri i cili megjithatë është një djalë më i arsyeshëm se sa ti edhe e mund të kalojnë Gjilan edhe kandidati vetëvendosjes pa problem. Derisa komuna tjera të vogla nuk janë fort me rëndësi, Dragosha që po përmenden, ose komunat me projekte tash e propozoj buxhetin edhe doli publikisht me një program kulturor artistik dhe i therke qytetarët dhe i ke nëse nuk e votoni kandidatin në këtë komunë të vetëvendosjes, ju do të mbeteni pa buxhet. Kjo është vepër penale. Vepër penale, kryeministri nuk e ka buxhet vetin ato të babës, nuk e ka bu baba, edhe ajtë kërcënoj qytetarët me mos alokim të buxhetit që ju takon komunave në formën që ai u krenonte me një komunë shtimes që është një komunë fshat. I ka 9.000 vota komplet shtimja, ose Kamenica është gjithashtu Tardana është një qytet shumë i vogël. Përveç Podujevës që është qytet më i madh, edhe hen radhën e 7-8 qytete më të mëdha. Në Kosovë këto dy tjera janë të papërfillshme dy komuna që ai i ka pas mandatin e kaluar. Por kryeministri nuk guxon në atë formë që drejtohet sepse është vepër direkt penale, sepse ti po ke shpërdor paranë publike, ti po ke shpërdor buxhetin në interes të votës, si që ke shpërdori edhe me propozim rritje të pagave të pensioneve e tjera. Profesor, por ju vetëm njohës shtumimi i politikës edhe i ligjit, por edhe ekonomist, tani a mundet që një qeveri në largim ta votojë një buxhet, pra ka hapësirë ligjore për të votuar buxhetin? Në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë. Pra rregullojmë vetëm pa buxhet. Atëherë, po kjo është më e mira. Është dashur të votohet patjetër, dhe unë e kam të shpresën këtu që opozita, sepse nuk i konvenon as opozitës për mos mu votu buxheti. Duhet patjetër të kaloj Glauku Njufsa pas 10 ditësh. Edhe në ato momente ne do të zgjidhet problemi i buxhetit, edhe sepse kjo qeveri që e ka propozuar, kjo absolut në asnjë mënyrë, në asnjë rrethon e legjislatura e re nuk mund të votoj, nuk mund të pranoj ligjin më të rëndësishëm të shtetit, ligjin mbi buxhetin, ta propozoj një qeveri po të ishte qeveri në dorëheqje, do të kishte me nenin 31 të kushtetutë të ligjit të qeverisë, do të kishte mundësi po të ishte qeveri në dorëheqje, por këta nuk janë qeveri në dorëheqje. Kjo qeveri në detyrë, qeveria në detyrë, vetëm komi i mirëmbajt, ose komi përcjell disa projekte të cilat janë rrjedhë dhe sipër, por propozoj projekte të reja, ligje të reja, buxhet, ajo është absolutisht e pamundur. Nuk kemi këshill ekonomik fiskal. Pa këshill ekonomik fiskal nuk i kemi 18 komisionet parlamentare, me kënd do të gjitha ato komisione parlamentare kanë obligim me shqyrtu, me ja propozu kuvendit e qeveria që projekt buxhetin në komisione. Komisionet e marrin edhe përpunojnë, edhe komisionet ja çojnë. Komisioni për financa ja dorëzon kuvendit edhe del e mbron
ligjin, kryeministri. Po në këtë rast nuk kemi kryeministër, edhe kjo nuk mund të kaloj. Do me thonë, vetëm me kalimin e qeverisë 3 të Glaukon Juftës, edhe në mandat plotë, edhe çfarë do që t'jetë, ajo mund t'a bëj, por në asnjë mënyrë qeveria në shkuarje, qeveria uzurpatore, qeveria në largim, si do që ta quajmë, por qeveria kujdestare Amerika, e thirrës qeveri kujdestare, pi thejme edhe ne qeveri kujdestare, nuk ka asnjë të drejtë, as propozim buxheti, as propozim ligje, as marrje të vendimeve, plus e kemi aktgjykimin e gjykatës supreme Kosovës, e cila për një vendim të ministrit Hekuran Murati e ka kthy aktgjykimin, edhe i ka tërheq vërejtjen, e ka anuluar atë vendim, siç do të veproj edhe nëse rastësisht ka lënë ndonjë kryeligj i buxhetit, do të kthehet mbrapsht. Patjetër do të kthehet mbrapsht, është i pavlefshëm. Profesor, të falenderoj shumë për këtë analizë të shpejtë dhe shpresoj të diskutojmë sërish në ditën vazhdim, pasi skenari i Konjusës sapo është hapur dhe lëvizjet do të jenë të shumta. Urojmë, dëshiroj sinqerisht, shpirtërisht, për të mirën e Kosovës, që Glaukon Jufta të zgjidhet kryeministër, jo i përkohshëm për kryeministër, sepse ai djalë e meriton, edhe unë jam i bindur që do të arrijë të zbos. Vetëm të zbos marrëdhëniet edhe me opozitën, edhe do të funksionojë edhe me një gjërët e një emër nëse do t'jetë. Glaukon Jufta jam i bindur, siç e mbajti kuvendin për mrekulli. Për 4 vite e ka udhëheq kuvendin në formën më të mirë të mundshme. Ditë shpesh të vojtoj kundër partisë së tij, ai djalë, ai njeri vërtet e meriton, edhe unë jam i bindur që do ta shpëtoj Kosovën, por do ta shpëtoj në këtë rast edhe Albin Kurtin, i cili ka hyrë në ujë pa bark, edhe unë frikohem se ai shumë shpejt do të fundoset. Faleminderit, mirë takofshim, shpresoj që pas një kohe të flasim për qeverinë e Glaukon Juftës. Bashkohemi me urimin tuaj që Kosova të dalë sa më shpejt nga ky ngresh politik.